Tregtarët që ushtrojnë veprimtarinë në tregun e gjelbër të Kërçovës shprehen të pakënaqur me kushtet aktuale të cilat punojnë. Ata thonë se prej më shumë se 50 vitesh në këtë treg nuk është bërë asnjë investim i rëndësishëm, ndërsa problemet sa vijnë shtohen. Sipas tyre, infrastruktura është e amortizuar, hapësirat janë të papërshtatshme dhe mungojnë kushtet elementare për tregtim gjatë ditëve në shi apo temperatura të larta. Ata i bëjnë thirrje bashkisë fetare islame, e cila është pronare e hapësirës, si dhe institucioneve të tjera kompetente që të ndërhyjnë urgjentisht për të përmirësuar kushtet dhe për të mundësuar funksionim normal të tregut. Условите се пред 50 години истите. Истите услови не е ни поправено нещо на пазара, ни подобрено. Ако да няма сега овде вака, кој ќе инвестират от и ова е от исламската верска заедница. Не е веќе комунален газда на ова како порано што беше, тие правят ова, она ви рече ги тезгиве се одмими, пък сега какво е имяло, не знам. Kushtet që si shef vetë, katastrofë. Shajni hin kanal, do të investohet. Ata theksojnë se tregu i Kërçovës është jetik për ekonominë lokale dhe se meritojnë një ambient më të rregulluar e më dinjitos për punën e tyre të përditshme.